sa herë kaloni në rrugën Prishtinë-Fushkosovë, ju bie në sy këto dekorime unike dhe kaq të bukura të Promax Store. Edhe studimet tregojnë se një ambient i bukur ndikon në humor, ul stresin dhe rrit energjinë. Edhe në Kosovë vit pas viti po rritet kultura e dekorimeve. Nga shtëpitë deri tek lokalet, njerëzit gjithnjë më shumë po i kushtojnë rëndësi hapësirës ku jetojnë apo punojnë. E na sot kemi ardhur në Promax Store, një nga lokalet më të mëdha të dekorimeve dhe aksesorëve. Hajde me mu të shohim se çfarë ka tre për festat të fundvitit. Ne këtu kam menaxherën e marketingut të Promax Store, Lorën, ku kom tregu më shumë se si po shkon procesi i festave të fundvitit. Mirë, po shkon për mrekulli. Kemi përfundu ekspozimin e produkteve festive në dyqanin tonë. Edhe klientët po duket që janë shumë entuziast për këto dekore që i kemi ekspozuar ne. Po. Nave që pom edhe jashtë patjetër edhe kështu në intro e ceka që këto dekorimet e juve bin shumë në sy. Po edhe këtu brenda u mahnita. Tregon pak çka ka më ndryshe këtë vit me dallu prej vitit të kaluar ndoshta. Pak më ndryshe, kisha me thonë edhe kemi ndëgju sugjerime të klientëve se çka kanë dash, çka kanë përcjell rreth viteve, tash normalisht edhe përcjellën trendet e caktuara. Edhe kemi ndryshu, edhe kemi sjell produkte të reja. Tash janë në trend fjongot e mëdha që vendosen në bredh. Kemi sjell figura të ndryshme dekorative që vendosen gjithkohë në shtëpi apo lokale apo diçka e tillë. Edhe normalisht dekorime tjera që janë pëdomosdoshme për bredha. Po tash, po besoj ju keni fillu veç më herët me këto dekorime. Tash deri kur vazhdon edhe sa po janë të interesuar ndoshta njerëz? Me dekorime, në fakt, është viti i tretë që është nisi koncept, edhe ka ecë shumë mirë, edhe për atë arsye çdo vit mundohemi me sjell diçka të re. Për mos me konë çdo vit i njëjtë, çdo vit ka produkte të reja, edhe pritet shumë mirë për klientëve, edhe ekipa jonë e bën më të thjeshtë edhe për zgjedhjen e dekoreve, nëse dikush ka problem se qysh me dekoru një bredh ose lokalin ose diçka tjetër, edhe janë shumë bashkëpunues në këtë pjesë për me ndihmu klientin. Po besoj që pas këtyre dekoreve kaq mahnice të mëdha, kështu është një ekip goxha fantastike që punon mbrapa asaj. Tregon sa jeni të lumtur kështu kur vjen kjo sezona e festave të fundvitit, pasi është shumë më ndryshe se mujt e tjerë kështu. Si e pritni ju si staf? Ne kemi fokus kryesor këtë sezon, për shkak që sjell shumë ngrohtësi dhe secili mundohet me dekoru në maksimum shtëpinë apo çka do që ka. Edhe i jepim shumë fokus kryesor që edhe klientët me u ndi mirë edhe me pas sa më të lehtë përgjegjjen. Apo më tregon Lora, cilat janë ato kompanitë me cilat keni bashkëpunu ju? Kompania jonë tjetër, ProLight Kosova, tash që edhe 2 vite, ka bashkëpunime shumë të mira. Tash që 3 vite Prishtina Mall i beson ProLight Kosovës që bën dekorimin jashtë dhe brenda. Po ashtu edhe kompani tjera që bashkëpunojmë, janë Autosherreti, Bimi, Gama e tjerë. Lor, kemi ndëgju edhe shumë fjalë që disa që thonë që nuk bën me shpenzu shumë dekore dhe nuk i kushtojnë shumë rëndësi. Ç'është është aty këtë pjesë? Unë besoj që investimi për dekore, sidomos tash gjatë festave të fundvitit, është një investim shumë i mirë, për shkak që sjell ngrohtësi edhe ndryshon komplet ambientin. Edhe kjo është pikërisht një prej arsyeve që duhet me investu. Lora, po e shoh që keni ngjyra të ndryshme të bredhave kështu edhe po janë edhe stolisën. Po. Apo më tregon pak për këtë pjesë? Po, përveç që realisht shesim bredha edhe bëjmë stolisjen e bredhave që me pas sa më të lehtë klientat edhe me zgjedhje me bë përgjedhjen e dekoreve në bredha. Kemi edhe ngjyra të ndryshme të tyre që janë pak
Ma unik ma shtë. unik, ngjyrë kaltër e errët, pink, të zi, që është pak wow kur të ndëgjohet që ka ngjyrë të zezë të brevit. A e blej njerëz të brad ose edhe këto? Apo shkojnë me këto të vjetrin, me këtë stilin kështu taman OG që është, po them kështu? Ne kemi dashur diçka pak ma unike me sjell, edhe për shkak që dhe stolisim breda, kur shohin dekorët se si vendosen në breda të caktuar në ngjyra tash të zezë, po them, edhe ju pëlqen edhe e marrin, se për mos me pas klienta që veç gjelbër edhe bardh, kuq gold, po shkoj ka brevin me u dekoru, kemi pak e sjellim atë unik me udok që ka edhe stolitë të tjera që vendosen edhe ngjyra të ndryshme të bredave. Po. Lora, po më tregon edhe për këtë pjesën se për shembull nëse dikush don me dekoru nashta shtëpinë, kështu po thamë borrin ose edhe brenda, sa mundet me I kushtu? Po tash krejt varet A varet edhe prej dekorimeve? Varet prej dekorimeve, varet prej brevit, gjatësisë të brevit, çka kërkon, a kërkon të mbushur me qenë shumë, disa kërkojnë sa ma minimaliste, disa dojnë të mbushur ekstravagant, edhe gjithmonë ajo këtë çka kërkon klienti. Po me një shumë të vogël edhe bën zgjedhje shumë të mirë. Po, Pro Max ka mundet me të ofru zgjedhje edhe lirë edhe shtrajt nëse dënë, domethënë çysh po çfarë do shije që ke, na jemi këtu për juve. Po. Lora, po më tregon çka ofron Pro Max Store pas sezonës festive? Pas sezonës festive, ne merremi me lule dekorative, me bimë artificiale që janë perfekte për kompanitë e dekoreve, edhe për klientët për hapësira të brendshme shtëpiake apo lokale. Edhe po ashtu kemi kampanja të tjera që gjatë sezonës verore kemi dhe çanta shkollore dhe pajisje shkollore, mandej bicikleta, trotineta, aksesorë të ndryshëm që klientët e gjejnë veten në çfarë të sezonit që.